ne duhet të kuptojmë që trupi ka një mënyrë shumë të mençur komunikimi me ne. Trupi nuk sulmon kur pa paralajmërim. Asnjëherë. Qoftë një grip, ai temperaturë që ne kujtojmë na u shfaq sot, ajo mund të jetë pasojë ndoshta edhe 2-3 javë më parë. Trupi gjithmonë fillimisht na dërgon sinjale. Sinjalet gjithmonë i dërgon të butha dhe të lehta. Për të na thënë që ki kujdes. Përpara se ai të ngrëjë zërin e tij brenda nesh. Në moment që ne nuk e dëgjojmë, shumica nuk i dëgjojnë këto sinjale të lehta, për çdo lloj problematike të sëmundje. Mund të jenë një pjesë e këtyre sinjaleve. Këto sinjale janë për shembull etje, tharja e gjuhës ose gojës që ne shpesh lëvizim gjuhën. Kemi një farë marramendje dhe mos stabilizimi, pra jemi pak të çorientuar. Na jep ndonjëherë të përzjera, ndonjëherë na jep dobësi, por kalon edhe duke u dërsitur më shumë. Kur lëkura që janë të shenjat më të rënda dhe më të dukshme, se nuk është se ka persona që i neglizhojnë të tilla shenja. Jo, ka shumë. Po në emergjencë, pse shtohen emergjencat në verë? Po të dëgjosh këtu në Suedi, që është temperatura tani është konstante, në verë ambulancat janë pa pushim vetëm nga ky problem. Njerëzit i neglizhojnë, se nuk e kuptojnë. E di pse, një pjesë e njerëzve janë me probleme të sëmundjeve kronike. Pra, duke qenë se ne jemi me probleme të sëmundjeve kronike, një pjesë e konsiderueshme e njerëzve, jo i vetëm i neglizhojnë, por është vetë trupi për të mbrojtur vetveten, e ai sinjali but i shkakton sikur ty që nuk ka asnjë lloj problemi dhe i ri, një sinjal duket si duket është shumë i fortë. Pra, është vetë vibrimi i sinjalit që duket të kush i but, po është i fortë për të, është i but për ty, për moshën tënde, për metabolizmin tënd, po jo për atë.